Këmbgulja e ashpër e Rusisë tek pretendimet për Ukrainën u bë shkak që të dështojnë nisma e presidentit amerikan Donald Trump për të takuar me Vladimir Putinin në Budapest. Kështu shkruan gazeta prestigjioze amerikane Financial Times, që citon të dhëna të marra nga burime me dieni për këtë çështje, të cilët thanë se anullimi i takimit erdhi pas një telefonate të tensionuar mes ministrave të jashtëm të dy vendeve për anën organizative të takimit. Palja ruse ka këmbgulur tek kushtet e saj të hershme për fundin e luftës, ndër të cilat që Ukraina të heqë dorë nga të gjithë territoret që aktualisht janë nën kontroll nga ushtria ruse, reduktimi i mëtejshëm i forcave të armatosura ukrainase dhe garancia që vendi nuk do të bëhet kurrë antar i NATO-s. Lëshimin që bëri presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky me kërkesë të Trumpit që të pranonte një armpushim të përkohshëm bazuar tek linjat aktuale të frontit, Moska e refuzoi pasi kërkonte që armpushimi të ishte i përhershëm. Sipas raportit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e këshilloi Trumpin të anulonte takimin pasi Moska nuk tregoi asnjë gatishmëri për negociata.